Dokumentet e Ministrisë së Financave tregojnë se shteti nuk mbulon dot shpenzimet, projektet dhe këstet e borxheve, ndërsa eurobondet dhe bonot e thesarit vazhdojnë të shtohen. Ndërkohë që kryeministri Edi Rama bëri propagandë me buxhetin e vitit 2026, duke e quajtur tregues të rritjes së lartë ekonomike, informacioni që ka siguruar pamfleti nga Ministria e Financave zbulon se buxheti i shtetit nuk ka kapacitet financiar për të përballur me shpenzimet, projektet dhe këstet e borxheve të marra. Për të garantuar vijshmërinë e detyrimeve, qeveria ka vendosur që në fillim të muajit janar 2026 të marrë 2 borxhe të tjera me vlerë totale 600 milion euro, të cilat do t'i bëjë pjesë të buxhetit vjetor, ashtu siç ka vepruar në vitet e mëparshme. Një ekip i Ministrisë së Financave në bashkëpunim me agjentët bankar në disa shtete të BE-s dhe me miratim të FMN është në negociata me institucione dhe tregje të huaja financiare për të siguruar një borxh me vlerë 450 milion euro në formë eurobondi. Sipas informacionit, ky borxh do të merret për 7 vite me interes 5.8%, që është më i lartë se normat e interesit të 5 eurobondeve të marra nga qeveria shqiptare gjatë 7 viteve të fundit. Borxhi tjetër që do të marrë qeveria në fillim të janarit 2026 është me vlerë 150 milion euro. Ai do të sigurohet përmes bonove të thesarit nga bankat e nivelit të dytë dhe subjekte të tjera private me afat 6 muaj dhe 1 vit dhe interesa 2 deri në 2.5%. Të dy llojet e borxhit qeveria shqiptare i ka aplikuar disa herë gjatë 12 viteve të fundit, por në pamundësi për të shlyer me kapacitetin e të ardhurave në buxhetet vjetore, qeveria ka rikonstruktuar kredit në afate dhe me transferime në institucione dhe agjenci të tjera financiare që i kanë marrë përsipër. Si mënyrë për të shlyer borxhet, qeveria ka marrë borxhe të tjera, duke dyfishuar kështu dhe shtuar detyrimet. Për shkak të vështirësive për likuiditetet e pagave, pensioneve, emergjencat dhe detyrimet të tjera tarifore drejt organizatave ndërkombëtare, aktualisht Ministria e Financave në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë ka finalizuar 7 ankande për blerje borxhit të brendshëm me vlerë 73 milion euro përmes bonove të thesarit, kryer në datat 11, 12 dhe 13 nëntor 2025, me afat shlyerje 1 vit dhe interes 2.49%, ndërsa në datat 28, 29 dhe 30 tetor 2025 u finalizuan ankandet për marrjen e borxhit të brendshëm prej 78 milion eurosh me bono thesari, përsëri me afat 1 vit dhe interes 2.5%. Në janar 2026 do të merret borxhi tjetër për 150 milion eurosh me afat 6 muaj dhe 1 vit dhe interesa rreth 2.5%. Në janar 2024 qeveria mori eurobondin me vlerë 500 milion euro me interes 7% dhe afat shlyerjeje 15 vite për investime publike dhe mbështetjen e stabilitetit ekonomik. Më 11 shkurt 2025 mori 650 milion euro të tjera në bursën e Londrës me afat shlyerjeje 10 vite dhe interes 5%, ndërsa në korrik 2025 mori eurobondin prej 600 milion eurosh me afat shlyerjeje 20 vite dhe interes 8% për likuiditete dhe investime të bllokuara.